Oh hey, oh hey. Ajo është artist. Oh, hey. Energy Band. Mirë është. I mirë është. Super zon. Super zon. Ha? Edhe surpriza e gjestit. Edhe surpriza e gjestit me personazhet që I kena pa, familjen, gjanat. Kjo skena ishte me treguçi pret një e ardhme me muzikë e mirë. Nuk kishte ndonjë gjë pikëlluese kështu. Gjesti pra nuk I ka shumë pikëlluese sepse është vetë natyra e tij që është me atmosferë pra, nuk ka nota dëramet. Viktimizimi. Atë jo se ka atë. Po mënyra e surprizave, gjana nuk I ka me nota. Pra, kuptum sepse ishte bo skena molla aty te parkingu. Se di, më dion. Atë e din publiku. Atë e din publiku kush e merr. Jo. Skena jam të thonë, se jam të thonë kuptum se kush e fiton. Skena, po qa? Skena Se kuptova. e molla te parkingu pra ishte bo për surprizën e gjestit. Skena mohet për A nuk ishte bë për këto performante në këtu në këngëtarëve? Me sa duket jo. Ato këngëtarë kanë dalë veç me mush skenën derisa t'i vinë ralla, pa asnjë gjë tjetër. Kret një në katë topit Mario ku parkohen makinat është skena? Parkohen makinat është bë një skena. Veç për gjestin maratonik, ja? Me sa duket? Okej, pra, unë I vë një notë mesatare tana surprizave, nuk shoh në një shu mesatare. Si të duk kjo surpriza gjestit ty? Me sken, pra, qa ka ma normale, ja kanë gjetë mikrofonin shumë mirë, gjetja me mikrofonin që I përshtatet ati, të pret një ardhme, e kanë gjerë pra njëzve, rregull, po që ishte ne qas mund të shkojnë menja që I kanë ba, po thashëm, topi ban gjana madhështore. Nota 7.5. Bukur. Not mesatare dhe me. Se si e ke pati marrës unë poshtë këtë që Jo, poshtë. mora më pyte mu si të duk surpriza se nata jote. Ha, ti pra, ti. Pse si del për zot? Po këtëra, ke thanë që I fiton gjesti. Me korre I vje edhe ti suksesin. A më thu mu korre suksesin. Po pra, po kjo ndryshimi jem I rëzans me ty dhe gjestit me mu. Që unë e shoh ftoft një gjatë, ti e shef me jeni me kam tokë, ne fluturojmë me pa. Jo, ti fluturojnë me. Ti shef me emocion, pra ne ju bëj thirrje të gjithëve dhe ty Mario. Pa të përshtu ty. Mos I shihni me emocion personazhet. Shihni si një lojë televizioni të gënjen. Kështu që shihni fije me sportivitet. Mario, surpriza shumë. Unë baj kalkulime, kam në hatit e që gjesti për shamë unë tjetë dhe dop. Po unë kam kalkulimet e mija që e fiton, si me thanë. Pra, s'kam që me mrojt, unë se pëtë e mrojt gjestin. Unë thamë e fiton, sepse kam unë kalkulimet e mija, se si funksionojnë gjanat, se si paraqitet tjetri, sa ban, si me thanë, si zotin, rruju pak të rruju në shumë një ashtu është. Ban ti që të bajmë ana. Pra, du të me dhanë që të ndimojnë në produksioni fije. Kjo është. Që gjesti ka dhanë e ka ndimu. Kur që lën muhabeti këtu, se ne të vlerësimet e kena tregu se si shkon puna po tjetë për me vlerësu, po I marr enciklopedin se cili lojtar, vetëm thjesht mi marr tiparet. Kur që lën puna? Pra, ai thot në klip, kam vure e thot, që më thojnë ti e rrugës, shkoj herë në shkollë ti s'din. Ti s'din me shkrujt, jenë alfabet. Bullizu. Pra kanë bullizu. Shumë bukur. Dakord, me qesë. Edhe, po pyetja vetin, thot, pse ma thonë? Dhe përgjigjen e kësaj që bani të klipi, edhe vetë, por sa marrë klipi. I drejtohet Ledioni, që është pritësi I programit. I thot, gjesti, si të duk pjesëmarrja jote në Big Brother? How
mas më shtin marrë me folë të se s'du me folë. Për i këtë kanë thonë me shku. Jo sepse kjo të ban ty me fitu pa tjetër. E ban me fitu se karakteri ti është më i pastër. A kupton ose është më spontan. Por, duke mos pas këte, atë spontanitetin e mbulon me një gjatë tillë. Pra nuk duket. Dhe i këtë desha me thonë, kjo puna qysh se nis ajo surpriza e Gjesit, që si ishte e vetë një, në fakt, nuk është vetëm e Gjesit, kështu, ishin të katërta surprizat paka shumë kështu. Po. Sintetizimi, vazhdoj prap, ky shkon, pra, ky është shumë i përgatitur me shku me bot demek. Me imitu atë që e ban tamam. Pra, a kuptën sepse nuk duhet me bashkë, si thot ky? Sepse s'duhet me imitu atë që e ban tamam. Duhet me e ba tamam. A i mori mikrofonin e zbukuru me Xixa, sigurisht që i vynë spektaklit, dhe doli në skenë para një publiku që i brohërit të për te. Dhe sigurisht, dakord, improvizim është e një situatë shumë, po prap, a i din sillet me playback-un më vlla. Që harru të mikrofonin, po, janë detaje. Që... Po, direkt futet aty, dhe me jam të eknu kongën me tamam. Pra, ne, ja, dy gjëra që lidhen me të njëjtën punë. Nuk duhet prediku që s'duhet kualifikohesh. Përkundazi duhet kualifikohet njeriu. Sepse tregon aftësitë veta më mirë. Jo sepse pa kualifikimin nuk ke aftësi. Ke aftësi, po si tregon dot. Kaq është. Janë emocione ato, puna e mikrofonit, harrimeve, ai si ka thënë kush, no, as i gjave shpi llojnë ashtu. Ma janë emocionet që janë anarkesa, duhet të kuptuar. Nëse surpriza sigurisht nuk ke se çami bomos, ai kanë ardhur edhe printe dhe familja motra. Po pra i kena pa. Po. Dhe për me kanë marrë fresh surprizë, se për shembull edhe Eglit edhe Laertit i bani fije bark surpriza. Po. Rozana në shpëtoi e motra. Kurse ky të shpëtoi turma e madhe që kanë ardhur mbështetësit bashkëdhetar ton nga Kosova, si më thon, për me mbështet Gjesin. Pra, kjo është prap gjithashtu tipike një pikpamje dalluese që ne vim ekas vetëm për një nga ana territoriale, pra, jo nga simpatia njerëzore ose Kuj peti a ishin tanë kosovar, më që kushto janë thasë. Ishtu është promovu, pra, kanë ardhë me makina, janë lellë, ka që ishtu po shkrunin edhe njerëzit të të shi, që adilën për e thu s'ka të lojë. Hajde, se kena prep, sa ka fillu Big Brother? Hajde, kena prep. Po shtrije me bëj 10 minutë gjumë, janë shife me vëmendje të lutem, se të avash po bëj me turne, i është lejti. Hajde se të dalin i parë. Edhe ishtu. Poshtë ignoranca. Hajde, gëzuar.